Informoni publiku se nuk janë këto çmime me një. Po çiftet e reja gjën do të paguajnë dot një shpik aq të madhe. Atëre të marrin gjatë në Tiranës më burr. Kush të prostituojnë thoti? Patjetër, po jo, dhe një rrogë mesatare do marrja 1.5, 2. Kush merr 1.5 më? Po 2 burrë ose çift i ri që vjen. Ne nuk flasim për studentët, ne nuk flasim për studentët që mbahet në kurizin e prindërve. Po studentët o vlla. Ne, ku e studentët. Vjen ai na Vlora, nga Fieri, nga Lushja. Ata nuk marrin në për këto zona, ne kemi diskutuar përpara. Absolutisht. Të themi ca llogari. Vlera e qirave të shtëpive mesatarisht z 40 deri 60% të pagës mujore, themi. Në dallim nga vendet e bese do të bëjmë çik një dallim, pse këtu pagat nuk janë ato të larta, çmimet i kemi të larta si. Pra këtë thuaj. Po ja ta themi. Po kështu ka qenë gjithmonë. Po si kështu ka qenë gjithmonë, po tani është bërë më keq. Është rregulluar, është përmirësuar. Është gjysma, domethënë zë 20-30% të pagës. Nga ana tjetër mos harrojmë elementin e spekullimit, tregu i ndërtimeve dhe i qirave ka të bëjë dhe me spekulimin, pra me dhënje të atyre çmimeve, se janë shumëllojshmëri të qiradhënësve apo të investitorëve të ndryshëm, të cilët i japin në kushtet Airbnb i japin më lartë për arsye se kanë sezonalitet. Këtu përfshi dhe Tirana, dhe Tirana nuk ka të njëjtin. Kjo bën atë që ajo është qira shkurtër, ka të çfarë. Bëje pyetje dhe merr përgjigje. Normimet janë rritur. Në çift i ri zonja merr pagën minimale. Sa? 500.000 lekë. Atëherë nuk është po burri sa mashkulli maksimumi 600-700. E paguar. Me 1.200.000 lekë. Të shkojnë në 200.000 lekë. Në Babru, në Paskuqa, Unaz të re. Dhe ka marrin që në Tiranës. Nuk mundet. Ne nuk jetojmë. Mundet që skeme të. Ne nuk jetojmë në një qytet që ai njeri që ka ato paga ti lejoj vetes me këto linja autobusit shkojnë në punë. Në ato distanca që po funksionon shumë bukur. Funksionon autobusi. Dgjoj, unë nuk mbaj mend, unë kam jetuar për 7 vite e gjysmë. Kam jetuar për 7 vite e gjysmë jashtë Shqipërisë dhe nuk kam punuar nuk kam pas punuar asnjëherë më afër se gjysmore makinë. Asnjëherë. Ose me autobus, ose me tramvaj. Po patinat more djalë. Me çfarë do shkoj ai? Apo funksionon linja autobusit? Atëherë ta marrin në Tiranë Kamës dhe të shkojnë nuk kemi të diskutojmë në këtë formë tani. Çfarë do bëj njëri që ka pak të ulët? Normalisht secili e sistemon veten sipas nivelit të ardhurë që ka. Dhe natyrisht që këtu nuk kemi pse u japim mendjen se si të zgjedhin ata shtëpitë për qira. Ne po flasim për tregun e qirave. Tregu i qirave. Vetëm për miliarderët. Ja, tregu i qirave, ashtu si tregu i banesave. Është një treg si është sot 2025-2026 është Napolla. Është treg asimetrik pra. Ja, dëgjoj. Asimetrik thot ai. Anapulla thot Ornelash. Përkthimi fjalë për fjalë. Mbajni më të fjali, mbasi qofsha gabuar, po takohemi vitin tjetër në 2027, 8 deri në 12% qirat do rriten në qytetin e Tiranës. 8 deri në 12%. 8 deri në 12%. Edhe këtë vit.